Po, paka shumë kanë qenë çështje që janë diskutuar dhe kanë pasur, besoj, shikuesit mundësi të dëgjojnë edhe nga konferencat që më herët Rute e ka mbajtur bashkë me presidentën e vendit Osmani, por ka qenë një takim pak më i ngushtë, vetëm 8 media prezente në një diskutim me sekretarin e NATO-s. Është pyetur normalisht për çështjen e trupave të KFOR-it. Sipas sekretarit të NATO-s, pikpamjen tha se dëshiron ta ketë pozitive edhe sa i përket qasjes presidentit Trump rreth mundësisë ndonjë ndryshimi të forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të KFOR-it. Gjithashtu Rute ka folur edhe për çështjen e angazhimit të FSK-s në veri të Kosovës, tha se aktualisht nuk ka diçka të re të thotë për këtë çështje dhe përderisa ekziston marrëveshje aktuale ndërmjet qeverisë së Kosovës, Shtetit të Kosovës dhe NATO-s, atëherë e njëjta duhet të respektohet. Sipas Rutës është mirë që të gjitha palët ka thënë që të mos përfshihen dhe të përmbahen nga çfarë do veprime të njanshme dhe të kenë veprime sa më të parashikueshme për gjitha palët në mënyrë që sipas tij të arrihet ajo çfarë edhe duhet të bëhet një marrëveshje politike, sepse sipas sekretarit të NATO-s është e vetmja rrugë përpara, pra një marrëveshje politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka thënë se meqense KFOR-i ka katërfishuar prezencën në veri të vendit, kjo tregon për përkushtimin e KFOR-it dhe të NATO-s përgjithsisht për Kosovën dhe për paqen, për arritjen e paqes, për mirëmbajtjen e paqes në Kosovë dhe këtu përfshihen, siç ka thënë dhe ka potencuar disa herë, të gjitha komunitetet në Kosovë dhe nuk është në rolin e NATO-s, ka thënë, që të marrë anë NATO se me cilin komunitet dhe cili komunitet ose cila palë ka çfarëdo roli në situatë, por ka thënë se kjo mbi të gjitha duhet të bëhet pra përmes një marrëveshje politike. Normalisht ka folur pak edhe për situatën globale dhe edhe këtu ka thënë se është pozitiv sa i përket mundësisë së arritjes së një marrëveshje paqeje në Riyadh. Pra këto kanë qenë pak a shumë temat të cilat janë diskutuar në këtë takim të mbyllur, në takim më të ngushtë me gazetarë në fakt, e që nuk janë përfshirë ndoshta gjatë ditës në konferencën dhe takimet që sekretari i NATO-s i ka mbajtur me liderët kosovar. Ata, faleminderit shumë për paraqitjen e drejt për drejt nga ky takim, pra ka qenë një takim më i ngushtë i sekretarit të NATO-s me gazetarët, kanë qenë 8 media prezent, përfshi edhe kryeredaktorin e televizionit Tuk Agjini, Arta Avdin.